Mirë dita miq të YouTube-it. Ja ku kthyen përsëri në kanalin tim të YouTube-it, Luiza Dori. Sot do t'ju prezantoj kompletin tjetër të braletave dhe të pantallonave të shkurtra. Se si janë bërë këto braleta, unë i kam shpjeguar në videot e radhës. Sot do t'ju shpjegoj se si bëhen këto pantallonat e shkurtra me grep. Ka modele të ndryshme, mund t'i bëni dhe me katrore dhe duke i ngjitur. Ky është, unë i kam bërë dhe një palë me katrore, nëse më keni ndjekur në YouTube, janë roz, me katrore kjo pjesa këtu dhe pastaj vjen me kutia lart e poshtë. Atëre ky modeli është shumë i thjeshtë për fillestarët. Fillon këtu në mes me 1, 2, 3 me 4 dhe bëhen me 3 kurispeshku, 1, 2, 3, edhe gjithmonë shtohet në pranësor dhe kjo vjen e zgjerohet. Ky numri që kam bërë unë është numër 4, me gjithë këto braletat është numri 4. Këto mund t'i bëni dhe më të vogla, mund t'i bëni mas masës tuaj. Këto bëhen me 2 pjesë, edhe i qepen këtu në ansore. Shikoni këtu? Unë e kam qepur me grep, por nëse unë nuk e bëni dot me grep, mund t'i bëni dhe me gjelpëra. Bëhet kjo pjesa e poshtme, dhe pastaj bëhet kjo me mbushje, 3 rishta me mbushje, 1 rish me kutia që futet të rrypi, dhe pastaj prap 3 rishta me mbushje, edhe i bën dhe një si zbukurim. Këtë mund ta bëni si mas dëshirë, si të doni juve. Mund ta bëni edhe me elastik me punim relief. Ai varet në dëshirën tuaj. Sot do t'ju shpjegoj tani se si është nisur dhe si vazhdon puna këtu tek pantallonat. Atëre, që të bëjnë këto, faktikisht duhet të fije akrilik 100%, siç e kam thënë edhe në videot e tjera, se dalin më mirë, edhe fija pambukur, po ai akriliku 100% është më i mirë për këto pantallonat e shkurtra. Unë sot t'ju shpjegoj me këtë fijen, kjo akrilik është, por jo ajo që dua unë. Atëre. E bëjmë këtë lidhje kështu. Një, 2, 3 zinxhir. Bëjmë mbushjen. 3 mbushje. 1 zinxhir. 3 mbushje. 1 zinxhir. Prap 3 mbushje. 1 zinxhir. 3 mbushje prap. E tërheqim tani këtë fijen. Bën 1, 2, 3, 4. Edhe këtu. 1, 2, 3, 4. E tërheqim fijen. Dhe bëjmë mbylljen. Këtu. 1 zinxhir. Dhe këtu do bëjmë mbylljen. Tashti, do bëjmë zinxhir 1, 2, 3. Dhe do fusim këtu, ku kemi bërë një zinxhir. Do bëjmë kurispeshku. 1, 2, unë bëjmë me 2 mbushje, sepse është që ke trash. 1, 2. Bëjmë 2 zinxhir prap. Prap e fusim këtu. 1, 2,
një zinxhir, 2 mbushje, një zinxhir, e fusim prap këtu, një zinxhir, 2 mbushje. Tani bëjmë 1, 2 e 1, 3 edhe e fusim këtu. Nuk do vazhdojmë. Do fusim te këmba e mbushjes këtu. Kthehemi, bëjmë 1, 2, 3 dhe do bëjmë mbushjen. 1, më falni sekond. Ta bëjmë me 2 zinxhir. Më falni, 1, 2 zinxhir. Një, 2, 3, do kthehemi, nuk vazhdojmë rrumbullak. Do bëjmë edhe këtu 2 mbushje. Do bëjmë 1, 2 zinxhir. Që fillon kjo shtesa këtu. Në këto anët, edhe këtu në mes. 2 mbushje, 1 zinxhir, 2 mbushje. Vazhdojmë prap këtu, shiko këtu do bëhet mbushje këtu. Do bëjmë 2 zinxhir, dhe kjo kutija këtu në mes bëhet mbushje. Një, 2, mund t'i bëni edhe me 1 zinxhir. 2 mbushje. Do bëhet kurrizi i peshkut. 2 zinxhir. 2 mbushje, 2 zinxhir, kurrizi i peshkut, 1 zinxhir, kurrizi i peshkut, 2 zinxhir, bëhet mbushja, 2 mbushje. Ja. Nuk vazhdojnë më këtu. Prap do kthehemi këteja. Do vi këtu, prap do kthehemi këtej. Në çdo rrjesh do kthehemi këtej, edhe shtesa gjithmonë dalin nga kjo kurriz peshku këtu. 1, 2, 3 zinxhir. Te kjo kutija bosh do bëhet mbushja. Do të thonë një kuti, një mbushje. Edhe në aseutën. 2, ja doli kutija këtu. Pastaj edhe tjetër do bën 2 mbushje, edhe vjen zgjerimi i pantallonave. Në çdo vend ku ka kurriz peshku, vjen zgjerimi në të 2 anët edhe në mes. 1 zinxhir, 2 mbushje. 2 zinxhir, mbushje. 2 zinxhir e kalojmë kutija. Bëhet mbushja, ja shikon. Ishte me 1 mbushje, u bë me 2 mbushje, pastaj do bëhet me 3, me 4, me 5. Kutija. Ja dhe kutija. E shoh si vjen zgjerimi? Bëjmë kurrizin e peshkut. Dy zinxhir, mbushje. 2 zinxhir, mbushje prap. 2 zinxhir, do bëjmë kurrizën e peshkut. Vetëm keni kujdes që nuk do vini rrumbullakët, do ktheheni sa bëhet mbyllja. Dhe në rrjeshën e dytë pastaj do ktheheni. Ja mbushje prap. 2 zinxhir, kuti. Ja. Tani do kthehemi këtu. Do bëjmë 3 zinxhir, bëjmë mbushjen. Kuti, mbushje, kurriz peshku. Mbushje, kuti, mbushje, kuti, mbushje, kurriz peshku. Edhe kështu me radhë. Hap mas hapi, kjo është, derisa të vinë në zgjerim.
2 zinxhir, mbushje, 2 zinxhir, kuriz i peshkut, dhe nga 2 mbushje, 2 zinxhir, ju thashë më përpara mund ta bëni edhe një, por ne bëra me 2 që për ta parë pak jo këtë model, unë e kam bën 1 me 1. Tani janë shumë të mira këto, si braletat edhe pantallonat e shkurtra, sidomos për vajzat e reja. Kush dëshiron të bëj porosit, se janë shumë gjëra të bukura dhe kanë dalë në modë tash këto. Braletat me gjithë pantallonat e shkurtra për vajzat e reja. 2 zinxhir, 2 zinxhir, 2 mbushje, 2 zinxhir, mbushje, 2 zinxhir, kuriz i peshkut, 1 zinxhir, 2 zinxhir, mbushje, është ansorja, 2 zinxhir, do bëjmë 2 mbushje. Me gjithë në ansore, bëhet 3. Që do dali, se zinxhir do bëhet zinxhiri edhe 2. Do të 2 mbushje, nuk kjo zinxhiri këtu nuk quhet, e 2 mbushje. Janë gjitha me nga 2 mbushje. Që se po e merr formën kjo tani? Tash për shembull mund ta bëni vetëm mund ta masni vetëm me masën tuaj dhe kur vjen këtu në fund fare, kur vjen këtu te fundi, te maja e kësaj kuriz peshkut, qepet kjo dhe pastaj vazhdon bën 2 gish këmbën. Bën rrumbullak këtë edhe rrumbullak të pjesën tjetër. Dy, edhe ngatëren kur janë ndërliu dhe ngatëren me qik nga njerë. Do bëjmë kuti tani, ku është mbushja do bëhet kuti. Ku është kutia do bëhet mbushje. 1, 2, 2 zinxhir, 2 zinxhir, kuriz peshku, 2 zinxhir, do bëjmë 2 mbushje, 2 zinxhir, 2 mbushje, 2 zinxhir, 2 mbushje, 2 zinxhir, 2 mbushje, 2 zinxhir, kuriz i peshkut, është e mesit kjo. Dy zinxhir, 2 mbushje, 2 zinxhir, mbushje, 2 zinxhir, 2 mbushje, 2 zinxhir, 2 mbushje. 2 zinxhir, kuriz i peshkut në ansore, do të thonë janë 3 kuriz peshkut, 2 në ansore dhe 1 në mes. 2,
2 zinxhir, 2 mbushje, 2 zinxhir. Atëre, kemi ardhur këtu. Kur të keni dhe pjesën tjetër që keni ardhur te mbarimi, unë këtë kam bërë të gjatë. 30 cm. Kurse më të voglat, 25 cm. Kjo është numri 4. 20 cm është S-ja, 25 është L-ja, dhe kjo M-ja XL është 30. Kur i kemi bërë të dy pjesët dhe pjesën tjetër, do t'i bashkojmë të dyja bashk, edhe vetëm ky mesi këtu, nga këtu deri këtu do kapen të dyja me pjesën tjetër, do qepen të dyja. Dhe pastaj do vazhdoj këmba 2 gisht në të dy krahët. Edhe këteja. Nëse i doni vetëm si në formën e mbathjeve, do qepet vetëm këtu, kjo pjesa këtu. Pastaj këtu lart, pastaj bëhet rrjeshti me mbushje, siç e kisha unë këtu. Ja, bëhet ky rrjeshti me mbushje. Një, 2, 3. Bëjmë mbushje. 2 zinxhir. Mbushje. 2 zinxhir. Dy zinxhir. Ta që fjesin bestis. Dy zinxhir. Bëjmë kurizën e peshkut. Një. Dy. E shoh si vjen kjo gjësia? Ja. Nga 1, 2, 2, 3. Dy mbushje, 2 zinxhir, dy zinxhir, 2 mbushje, 2 zinxhir, do bëjmë kurizën e peshkut. Dy zinxhir, mbushje, dy zinxhir, mbushje, mbushje, 2 zinxhir, mbushje. Është shumë e thjesht, ka zgjedhur një model shumë të thjesht, që ta bën Nikolaj, se ka edhe me modele të tjera. Mund t'i punosh edhe drejt edhe pastaj ta mbyllësh nga poshtë në fund, ta bësh në formën e fundit.
Por mendova që ky mund ta bëni më kollaj. Dy. Nga gatroj qik fija, po nuk kemi që bëjmë. Dy. Pastaj këtyre, në fund fare kur t'i mbaroni, i vini dhe astan. Kush të dëshiron, është mas dëshirës. Ja, kjo është forma. Kështu do vazhdoj kjo, deri në fund. Modeli. Është një model shumë i thjeshtë. Do të gjeni fija akrilik, 100% akrilik, që përdoret për robat e banjës. Do t'i thoni duan fija akrilik 100% që përdoret për robat e banjës. Dhe ato që i shesin këto, i din do me thonë se kush janë për roba banje. Se dhe kjo për shmolla akrilik është 100%, po nuk është i but. Do të merret kjo fija që përdoret edhe për bebe, për roba banje. Kjo është shumë e mirë. Nuk e kam atë letrën që t'ja tregoja. Po këto i kam blerë në Itali. Këto i kam blerë në Shqipëri. Ka dhe në Shqipëri nga këto fijet që përdoren për bebe. Kjo ishte edhe video. Mirë du gjofshim në video të radhës. Kush ka ndonjë për të pyetur, kur të vite mbyllja, të më pyesi. Do me thonë edhe njerë mbyllja, kur ju ta bëni 25 cm të gjatë, këtë pjesën këtu, 2 majat e të 2 pjesëve, do qepen këtu. Edhe këto anët pastaj do t'i qepni me gjelpërën, nëse nuk i mbyllni dot me grep. Se unë i mbyll me grep të gjatë, nuk e përdor fare gjelpërën. Unë i falenderoj shumë që u ndiqni kanalin tim, bëni pëlqime dhe komente. Kujt i pëlqeu video ime, të komentoj, të bëj pëlqime. Mirupafshim në video të radhës.